nuk pat entuziazëm, pra ka një formalitet. Edhe partit, sidomos liderët e PDK-s dhe LDK-s, u panë që janë dorëzuar, pra kanë pa që 28 dhjetori Albin Kurti i kanë poshtë gjithë dhe domethënë janë dorëzuar, kështu që një farë forme i thanë gjithçka është pushteti është i yti edhe kështu që vazhdo. Ka thënë një befasi nga përbërja qeveritare, diçka të ngjashme? Albin Kurti tre ndryshime. Nuk ka ndryshime. Albin Kurti nuk merret me këto që i quajnë ai se kozmetik po duket mikroqeverisje, domethënë mikromenaxhim. Po, ai ka mri 51% edhe gjithçka këto i duket shumë e vogël, nuk e sheh. Tash domethënë se shohim na pi kësaj perspektive, nuk shohim poshtë. Albin Kurti nuk sheh më poshtë. Edhe tash ai vetëm një pozicion e ka që i ka mungu deri tash përfaqësimi në arenën ndërkombëtare. Domethënë Vjosa Osmani, presidenti aktual, është e vetmja që e ka sfidu, kështu ta themi kushtimisht, kuptimin e përfaqësimit, jo që ka pas fuqi politike, domethënë gjatë gjithë mandatit saj nuk ka pas fuqi politike, po të paktën ato fotografitë në ato takimet rëndësishme ka mungu Albin Kurti. Domethënë Albin Kurti u përmbush ta themi deri në këtë nivel. Vetëm kjo pjesë i mungon që ai të jetë fytyra, ta themi, ose kjo figura e Kosovës në arenën ndërkombëtare, vetëm kjo i mungon zotit Kurti. Unë mendoj që kjo ka vetëm edhe një betejë, zoti Kurti. Domethënë që të jetë ai personaliteti, ai figura fuqishme politike, jo vetëm në aspektin e brendshëm vendor, por edhe në aspektin ndërkombëtar. Këta ministrat, këta deputet, këta janë të parëndësishëm kushtem, shumë mirë që i ka qitë aty, nuk pa është ndaj befasi aty. Përkundrazim mendoj që është përbërja edhe më e dobët. Se herën kalu? Pse? Pse më e dobët? Çka kanë bë? Po pse më e dobët? Tani. Po më e dobët është tash. Pse? Ka aty njerëz që kanë qenë në afera të ndryshme për folën, pra domethënë njerëz që nuk kanë ai kredibilitet, nuk kanë ai ta themi personalitet që më thënë wow, u befasuam që na pruni dikon alamet ministri, ato jo. Domethënë i ka bërë disa ndryshime kozmetike, po e thash mikroqeverisja për Albin Kurtin, domethënë është e parëndësishme. Edhe i ka qitë aty disa emra, kë shkon për te, domethënë kë qartë. Ajo figura që në aspektin ndërkombëtar tash i mungon kjo pjesë edhe aty e ka. Se di, a janë këto komente, a janë live këto? Po janë live. U kërkova duke lëvizur, janë pamjet të cilat po shoqërohen në vazhdimsi. Deputetët mbaj këto në pamje dhe eventualisht vendosi kështu edhe në spikam edhe në qëndrime se janë me rëndësi dijen se cilat janë reagimet e tyre. Kurti 3 e përfunduar. Shala. Ja ku e kemi një